Në qytetin e Elbasanit, Arsi Preqi, një vajzë re ka gjetur frymëzimin dhe forcë tek ruazat. Krejt rastësisht, ajo nisi të merrej me punimin e çantave me ruaza, por ky pasion i kthyer në profesion, sot mban mbi supe mbështetjen ekonomike të familjes së saj. Ajo tregon se krijimi i një çante kërkon përkushtim të plot dhe kohë të gjatë pune. Për realizimin e një modeli të veçantë, shpesh i duhen gati 24 orë punë pa ndërprerje. Çdo ruaz vendoset me kujdes e durim, duke kthyer çantën në një vepër arti që tërheq vëmendjen e klientëve. Punimet e saj kanë fituar popularitet në treg, sidomos tek të rinjt që kërkojnë diçka origjinale dhe artizanale. Përshëndetje, unë jam Arsi Preqi, jam nga qyteti i Elbasanit dhe merrem me një zanat që shumë veta do ta preferonin ta bënin, siç është jeni me çantat artizanale. Këtë profesion kam të gati 2 vite pak që e kam nisur dhe ka lindur krejt rastësisht, të them të drejtën. Thjesht duke parë video që i hedhin gocat të tjera në Instagram, isha diku që pse mos ta bëj dhe unë një punë të tillë. Dhe nga aty ka lindur dëshira ime për ta bërë dhe nuk është se më ka kushtuar shumë kohë që unë ta mësoj si profesion, më ka zgjatur diku tek 2 net. Të thuash 2 net të ndenjura pa gjumë vetëm nga inati, të thuash deri diku që pse mos ta bëj dhe unë. Ishte diçka e bukur, pak e vështirë për e bukur. Përveç çantave, Arsi Preqi ka zgjeruar krijimtarinë e saj edhe me realizimin e buqetave me lule, duke i dhënë një dimension tjetër punës së saj artistike. Ajo tregon se ky pasion i hap horizonte të reja. E thash që përpos çantave, unë merrem edhe me buqetat. Edhe me buqetat është deri diku po njëjta histori e çantave që i pash, mu duk diçka shumë super, edhe thash pse mos ta provoj dhe unë. Ja dola dhe me atë, po edhe shkëqyr Zotit deri më sot që kam të gati pothuajse 8 muaj që unë merrem me këtë punim, me këtë gjë, kam pasur goxha fitim edhe shkëqyr Zotit kam dhe klientelën. Një kohë kur shumë të ri përballen me papunësi apo kërkojnë mundësi jashtë vendit, historia e Arsi Preqit tregon se pasioni dhe këmbgulja mund të kthehen në një histori suksesi.